Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka mashtruar shqiptarët me ministren e inteligjencës artificiale Diella. Berisha i mbështeti akuzat e tij mbi shkrimin e një eksperti amerikan i cili ka analizuar të dhënat e Diellës e pretendon se ajo është bosh e nuk ka asnjë qelisë të inteligjencës artificiale. Fal një eksperti ndër më të shquarit e fushë ndërkombëtar, Patrick Quirk, i cili i ka kushtuar ditë dhe javë të tëra zbërthimit 1 për 1 të Diellës, ai nxjerr se ministra Diella nuk ka absolutisht as dhe një qelizë të vetme të urtësisë artificiale. Zero. Është një avatar pa asnjë atribut për korrupsionin, pa asnjë ndërfaqe. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha akuzoi për mashtrim kryeministrin Edi Rama që emëroi Diellën, por edhe presidentin Begaj që e dekretoi. Edi Rama pas zbulimit të këtij skandali duhet tipte me njëherë dorëheqjen. Duhet pasonte pas tij pengu i Edi Ramës, Haram Begaj, por të lidhur në krim njëri me tjetrin, asnjëri nuk pranon të jap dorëheqjen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi edhe deklaratat publike të ish drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj. Mirlinda e Akshit, një nga krerët e organizatës kriminale që Edi Rama e nxori nga arresti i shtëpisë, jo që nuk bëri transparencë, por me qëllimet e saj bindi çdo njeri se ajo është një hajdut e pamëshirë. Nuk tha asnjë fjalë se ajo hyri në atë apartament të ndërmjetësuar nga famozi Ergys Agasi, që tani tha se një ka thënë atë ka thënë kam pas mirë këtë, të ku thoshte marrëdhënie korrekte, fare korrekte me të si çdo punojës që ka me punojësi duhet të kesh kontakte, thoshte jam apo jo. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj pohetohet nga SPAK-u për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.